Presidenti Amerikan Donald Trump po përpiqet të arrijë marrëveshje me një sër vendesh të tjera për të dërguar emigrantët e deportuar nga Shtetet e Bashkuara. Siç raporton Wall Street Journal, mes vendeve të cilat Trump u ka kërkuar të pranojnë deportuarit është dhe Kosova. Media amerikane pretendon se Shtetet e Bashkuara po shpreson këto vende, ku përfshihet gjithashtu Libia, Ruanda, Moldavia e Mongolia, do të pranojnë kërkesën e këmbimit në marrëveshje financiare apo përfitime politike për ndihmën që do t'i ofrojë Trump të përmbush një prej prioriteteve kyçe. Modeli i preferuar nga Washingtoni bazohet tek marrëveshja që administrata arriti me Panaman në muajin shkurt, sipas së cilës dërgoi avion deri në 100 emigrant nga lindja e mesme. Panama e fillimisht i mbajti ata në qendra ndalimi, më vonë u angazhua për t'i dërguar në vendet e origjinës. Siç thuhet, zyrtarët amerikanë janë duke biseduar me vendet në Afrikë, Azi dhe në Evropën juglindore dhe lindore, por jo domosdoshmërisht do të nënshkruan ujdi formale. Sipas Wall Street Journal, ajo që ndodh emigrantëve deportuar do të varet nga vendi i pritjes. Më herët, Trump ka sugjeruar se edhe Shqipëria mund të ishte një vend që mund të mirëpriste refugjat palestinesë të shpërngulur nga Gaza.